80 shtete të botës. Zgjedhjet lokale, kandidaturat e shpallura deri më tani dhe çka mund të pritet ose çka është realizuar deri më tani dhe cilat mund të jenë projektet e pararealizuara deri më tani, arsye sepse nuk janë realizuar ato dhe premtimet që do të mund të shohim në zgjedhjet lokale tashme do të diskutojmë në studio me ekspertin e qeverisjes lokale dhe avokatin Shkëlqim Jakupi. Atëherë Shkëlqim, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Shkëlqim, e pam që ka një kohë që tashmë ka nisur disa përgatitje dhe shpalljen e disa aplikimeve dhe për vëzhguese dhe për procedura tjera KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. A mund të presim që kësaj radhe ka kohë të mjaftueshme KQZ-ja dhe administrimi i procesit zgjedhjeve lokale do të jetë më i mirë dhe nuk do të mund të shohim më probleme, sidomos me atë shpalljen e rezultateve ajo? Po, tash afatet ligjore janë përcaktuar sa i përket prej ditës shpalljes zgjedhjeve lokale deri ditën e certifikimit të zgjedhjeve lokale. Presidenti i Republikës Kosovës i ka shpall zgjedhjet lokale në përputhje me afatet ligjore edhe periudhën e përcaktuar ligjore, prandaj KQZ-ja dhe asnjë institucion tjetër nuk ka tash arsye për me u thirrë në pengesa apo sfida eventuale për shkak të afateve të shkurta. Po, në anën tjetër ka pasur disa diskutime, por që ende nuk ka zyrtare që mund të kemi njëkohësisht dy palë zgjedhje për shkak të moskushtimit edhe kuvendit. Është si problematike në rast se mund të merret një vendim që njëkohësisht kemi edhe zgjedhje lokale edhe zgjedhje nacionale dhe a mund të krijojë kjo huti pasaj të këshilltarët edhe të procesi votimit? Po sigurisht. Sigurisht se kjo pikë së pari do të krijojë një ndjenjë pakënaqësie dhe demoralizimit tek qytetarët për faktin që aty ne po ju shkon mundi hoq sa i përket zgjedhjeve të shkurtit të këtij vitit, zgjedhjeve të përgjithshme, e posaçërisht do të krijojë pengesa, vështirësi dhe shumë probleme sa i përket realizimit procesit votimit, duke pas parasysh se zgjedhjet lokale në vit i ngërthejnë dy palë zgjedhje. Zgjedhjen e organit legjislativ përkatësisht kryetarit komunës dhe zgjedhjen e organit ekzekutiv kryetarit komunës dhe organit legjislativ kuvendit të komunës. Tash nëse shtohet edhe një palë zgjedhjet e përgjithshme, tash duhet pas parasysh edhe faktin që mënyra e votimit për zgjedhjet e përgjithshme deri në 10 kandidat, që është e lejuar me ligj, ndërsa për zgjedhjet e kuvendit komunës lejohet vetëm votimi për një kandidat, atëherë do të ballafaqohemi me probleme shumë të mëdha në shprehjen e vullnetit lirshëm qytetarëve në këto zgjedhje, e posaçërisht do të kemi shumë flet votime të pavlefshme. Po, dhe gjithashtu konsideroni që mund të mbesin pasaj në nhije edhe mund t'i hup serioziteti sidomos zgjedhjeve lokale dhe votimit procesin e zgjedhjeve lokale ajo? Absolutisht, sepse partitë politike do të fokusohen të gjitha në rezultatet e zgjedhjeve të përgjithshme dhe fushata, gjithë angazhimi, investimi do të bëhet për rezultate më të mira në zgjedhjet të përgjithshme, e kjo posaçërisht do ta cenoj vullnetin e lirë qytetarëve për zgjedhjet e organeve lokale për shkak se qytetarët e Republikës Kosovës deri tash kanë treguar një maturi dhe demokraci të lartë sa i përket ndikimit ideologjik partijak ka qenë zgjedhjeve të përgjithshme me zgjedhjet lokale, duke diferencu votën sa i përket votës për zgjedhjet të përgjithshme dhe për zgjedhjet lokale. Po, ndërkohë Shkëlqim, po shohim që partitë kanë nisur vetë shpalljen e kandidaturave për disa qytete, ka kryetar të cilët vetë si kanë konfirmuar që përsëri do të vazhdojnë të garojnë për ato. Në Kryqëzet kemi deri më tani 3 kandidatura të shpallura zyrtarisht. Çfarë gare pritet apo pritet një garë më e ashpër, apo shkon duke u ashpërsuar gara në nivel lokal për kryetarët komunave, jo? Po, sigurisht, tash gjitha partitë politike fokusin kryesore kanë në kryeqytet, në Prishtinë, pa i përjashtuar edhe qendra tjera të mëdha që janë në Kosovë. Kandidaturat e shpallura tash pedim pak a shumë se kryetari aktual Përparim Rama do të rikandidojë në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, është përflit se edhe ministri Hajrullah Çejku do të kandidojë nga lëvizja vetëvendosje. Tash nuk e dim sigurt a do t'jenë këta se nuk janë konfirmuar prej partive politike, mirë po kjo do t'jetë një garë e ashpër edhe politike edhe personale, duke pas parasysh rrethonat e zhvilluar në kohën e fundit prej komunës Prishtinës dhe Ministrisë Kulturës, cilën e udhëheq aktualisht. Dhe akuzoron që mund pikërisht ta penalizoj sidomos ministrin e tyre Hajrullah Çekun tani kjo përplasja që e pati këto muajve të fundit me kryetarin e komunës tani kandidatura në rast se konfirmohet se është zyrtare për kryetar të Kryqëzit. Tash nuk e di se si do ta perceptojnë këtë situatë qytetarët apo votuesit e Prishtinës, megjithatë kjo situatë sipas mendimit tim nuk do t'i bëjë nder
ministrit aktual Ajrullah Qeku dhe nuk do të krijoj, spaku nuk do t'i krijoj favore që me mbledh vota ma shumë për kryetarët Da, Prishtinës. konsideron për faktin që është herët, anë të lidet, po a konsideron që mund shkoj Prishtina në balotazh, mund kemi një garë ashtë ngushtë sa mund shkojnë balotazh, apo është herët lidet për këtë? Po sigurisht, shumica e komunave në këtë zgjedhje pritet të shkojnë në balotazh. Për shkak se është shpërsu situata politike në Kosovë në përgjithësi, e kem pa edhe investimet e partive politike në këtë zgjedhje, rënjën e vetëvendosjes në nivel qendror dhe rritjen e Partisë Demokratike dhe Lidhës Demokratike dhe janë kriju ambicjet për partitë opozitare që mirujt spaku komunat që i kanë, ndërsa në anën tjetër vetëvendosja gjithë fuqinë e saj politike po e angazhon për me mujt me morë ma shumë komuna. Po, dhe a din qytetarët votojnë kur është zgjedhja lokale ta bëjnë dallimin me ato zgjedhjet me zgjedhjet nacionale? Pra, Deri tash e kanë tregu jashtëzakonisht mirë, në mënyrë të shkëlqyeshme kanë ditë me bot dallimin. Qytetari i Republikës Kosovës nuk votojnë për kandidatin, po votojnë për projektet ose për ato premtimet cilat kërkojnë që të realizohen. Deri tash nga ajo që e kem pa, qytetari i Republikës Kosovës me të vërtet është i lidhur ideologjikisht me lider politik sa i përket zgjedhjeve të përgjithshme. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve lokale, ata në mënyrë detaje shikojnë programet e partive politike, seriozitetin e kandidatëve për kryetarët komunave, përbërjen apo kualitetin e listave për kuvendet komunave dhe e bojnë dallimin në mënyrë shumë thjesht pa hamendësim fare. Po, dhe gjithashtu shkëlqime kemi parë që pas shpalljes së rezultateve sa i përket regjistrimit të popullsisë pritet që të ketë rënje të numrit të asamblezëve nëpër kuvende komunale, në 30 komuna 15 prej tyre do të ketë rënje të asamblezëve dhe vetëm në 2 prej tyre do të ketë rritje. Tani a mund të reflektoj kjo pasaj në asambletë në këto kuvende komunale rënja e numrit të asamblezëve dhe në çfarë forme mund të reflektoj? Shikoni, tash në një kalkulim thjesht e kem pa që numri i asamblezëve në këto 15 komuna përbën dikon 2 asamble mesatare aktuale në Kosovë, pra do të jetë një numër bukur i madh i rënjes këtyne. Ndikimi tek këta do të jetë tek niveli i përfaqësimit të qytetarëve, posaçërisht të rinjt dhe të reja, të cilat e kanë pak më vështirë me siguru votat mjaftueshme për me qenë përfaqësuar në kuvendet komunave. Kjo posaçërisht prapë të dalë te ajo mënyra e votimit, forma e votimit, për shkak se për kuvendet komunave është një qytetar një vot dhe nuk është mundësia e qytetarit që të zgjidh ma shumë përfaqësues, edhe kjo determinon pastaj edhe lidhjet familjare, edhe lidhjet sociale, edhe lidhjet shoqërore, politike që po i kanë njerëz dhe për ul kualitetin e përbërjes së kuvendeve të komunave. Ndoshta e keqja më e madhe e këtyre zgjedhjeve lokale është për shkak se nuk po mundet Kosova me e bën një reformë zgjedhjeve lokale që me determinu disa zgjidhje ligjore, kushtetuese, le të themi që do të arrite nivelin e kualitetit të përbërjes së kuvendeve të komunave, le të jetë e njëjtë me kuvendin e Republikës Kosovës, për qytetarin do të ishte shumë më e thjeshtë pastaj edhe pjesëmarrja në votime dhe procesi i votimit. Pra konsideron që do duhet bëheshin ndryshime ligjore sa i përket përfaqësimit në asambletë komunale, apo jo? Ka disa elemente, mekanizmave që duhet mirën parasysh në reforma e zgjedhjeve lokale, tu e përfshi edhe mënyrën e zgjedhjes së kryetarit komunës, ballotazhin. Trajtimin e ballotazhit është domosdoshme në Kosovë që të trajtohet ballotazhi dhe mënyra e ballotazhit të zgjedhjes së kryetarit komunës. E kem parasysh po dalmi prapë te Prishtina. Te Prishtina kohën e fundit e kam pa që Partia Demokratike e Kosovës ka numër të vogël të votave dhe e ka shanca të vogla që me morë pushtetin qeverisës në Prishtinë. Megjithatë në ballotazh po ka rol përcaktues, për shkak se mënyra e votimit në Republikën e Kosovës, sidomos në ballotazh po dalin, po votojnë vetëm qytetarët apo votues besnik të partive politike që morrin pjesë në ballotazh dhe po dalin po votojnë strukturat politike të atyre partive, le të themi opozitare që nuk kanë arrit me dalë në ballotazh. E që konsideron që është forma më e mirë, forma më e dur, apo jo? Forma aktuale nuk është forma më e mirë dhe nuk e përfaqëson saktë vullnetin e qytetarëve për zgjedhjen e kryetarit komunës. A ka pasur opsione në të kaluarën se si mund ndryshoj kjo ose ndonjë formë më praktike, më e mirë?
Po sigurisht, ka pas disa propozime, ndërsa propozimi ma i mirë ka qenë në rastet kur një përqindje caktohet, le të themi 10%, 20%, 15%, kur diferenca është mbi këtë përqindje të përcaktuar ligjore, atëherë mos të ketë nevojë të ketë ballotazh fare dhe të konsiderohet si zgjedhur kryetari që ka marrë shumicë. Sepse edhe për qytetarin të përfaqësimi është shumë e padrejtë që një kandidat për kryetar le të ikë gjithë kandidatëve tjerë me 20% votave më shumë, ndërsa në ballotazh ai të humbë, se po dihet që këto kanë marrë pjesë struktura politike dhe me marrëveshje politike e kanë rrëzu, le të themi, një kandidat optimal për kryetar komune dhe nuk shprehet saktë vullneti i popullit. Megjithatë, shkëlqimi është shumë të zëshme të ndryshimin e kësaj forme të balotazhi për shkak se kjo konvenon edhe partive politike, apo jo? Jo, kam përshtypjen që partitë politike dhe struktura politike shqiptare janë të pajtimit që mi bë disa reforma në zgjedhje lokale, po ligji për zgjedhje lokale bën pjesë në legjislacionin vital të Republikës Kosovës dhe kërkon përfshirjen e domosdoshme ndryshimeve të saj në kuvend prej tash le të themi prej listës serbe apo komunitetit. Pra që do të jetë shumë e vështirë, ndryshime edhe nëse ka iniciativa të tilla. Po, dhe nëse flasim për funksionimin dhe mbikëqyrjen e ekzekutivit nga ana e asambleve kuvendeve komunale. Sa funksionale kanë qenë, sepse viteve të fundit ka disa kuvende komunale, përfaqësuesit e tyre kanë ngritur shqetësime sidomos opozitës për mënyrën se si ekzekutivi, sidomos kryetari këtyre komunave ka tejkaluar ose nuk ka raportuar, nuk është paraqitur në këto kuvende, nuk e ka marrë në një farë forme, nuk e ka marrë parasysh as kritikat, as ato që janë adresuar nga ana asamblesë të opozitës. Sa funksionale janë këto kuvende komunale? Tash nuk është vetëm këtë mandat. Prej viti 2009, kur kryetarët e komunave janë zgjedhur në mënyrë drejt për drejt dhe janë largu prej kuvendit komunës, është bërë diferencimi i legislativit dhe ekzekutivit, kryetarët e komunave kanë keq kuptuar dhe kanë keq përdorur pozitën e tyre, le të themi kushtimisht, kështu sa i përket kontrollit të paautorizuar ndaj kuvendit. Këtu nuk është vetëm faji i kryetarëve të komunave në aspektin politik, po këtu është faji kryekëput edhe i organit të kuvendit të komunave, të cilët lejojnë që kryetari i komunës u përzi në punët e kuvendit, cilët tash ligjërisht janë dy organe të ndama dhe kuvendi i komunës është organi më i lartë i komunës, ndërsa kryetari i komunës është organ ekzekutiv që raporton, ka për obligim me raportu para qytetarëve dhe para kuvendit komunës. Po, dhe e shep problematike për shumicën e komunave, apo nuk është shumë e shprehur kjo çështja e mos mbikëqyrjes ose ushtrimit të plot funksionit kuvendeve komunale karshi ekzekutivit, mbikëqyrjes së re? Po, tash prapo dalmi te reforma zgjedhore lokale. Ndryshimi i legjislacionit edhe i ligjit për veçeverisje lokale, edhe i ligjit për zgjedhje lokale është i domosdoshëm, edhe sa i përket ndërtimit të raporteve të kuvendeve me kryetarët e komunave, sepse aktualisht ekzekutivi i komunës, jo veç kryetarët, por edhe drejtorët komunal, nuk kanë konsekuenca sa i përket raporteve të mangëta apo mungesës raporteve totale me kuvendin e komunës. Sigurisht se duhet me pas një mekanizëm që do të krijonte konsekuenca sa i përket mos raportimit apo mos bashkëpunimit të ekzekutivit me kuvendin e komunës. Edhe këta pikrisht mungesën ligjore të këtyre mekanizmave ndëshkues, le të themi, po e shfrytëzojnë që kem kryetar që s'shkon kurrë, as nuk paraqitet fizikisht para kuvendit komunës, shkon me paraqit sukseset e tij dhe jo me paraqit raportin mbi pyetjet apo interesin që kanë përfaqësues të popullit aty, më po e përdor vetëm për interesat vet politike. Dhe pasi që te në të kaluarën ke qenë pjesë e Ministrisë së Pushtetit Lokal, a është ngritur kjo çështja mungesës kësaj bazës ligjore, cila ndoshta do duhet rregullohej? Po, absolutisht. Qeveritë e Republikës Kosovës gjitha, pa përjashtim, kanë punu dhe punojnë dhe kanë të gatshme versionet ndryshme të, le të themi, rregullimit të këtyre zbrastirave ligjore. Mirë, po problemi qëndron më shumë është problem politik tek ajo pjesa e votimit të dyfish, pra edhe komuniteteve pakicë serb edhe përbërjes përgjithshme të kuvendit Kosovës. Po, dhe tash pasi që është në janë fund mandatet komunat, komunat këtë mandat kanë pasur shumë sfida, kanë pasur probleme dhe problemi kryesor me komunat me nivelin lokal duket që ka qenë niveli qendror. Pra përplasja që kanë pasur, kërkesa që ja kanë adresuar niveli qendror, e cilat shumë shpesh nuk janë marrë parasysh dhe pastaj kanë reflektuar në buxhetet e tyre dhe shpërndarjen në mënyrën se si janë shpërndarë mjetet nëpër projekte. A konsideron që kjo përplasja me nivelin qendror dhe mos miratimi kërkesave nga niveli qendror mund t'i afektoj drejt për së drejti tani kur hyn në zgjedhje, sidomos këta kandidatët që rikandidimin e kryetarëve të komunave?
Po sigurisht, kjo është evidente dhe ndikon shumë negativisht në punën e komunave, në fund edhe tek jeta apo përmirësimi jetës së qytetarëve. Janë ankuar, kem kryetarin e komunës Prishtinës, kryeqytetit Përparim Rama, i cili ka deklaruar që tash, ndoshta prej fillimit mandatit, po kërkon një takim me kryeministrin Kurtin, cili nuk ka mujt me realizu sot e asaj dite, po ashtu e kem edhe projektin e unozës jashtme të Prishtinës për shkak të mosmorjes, për shkak të mungesës së këtij bashkëpunimi, mosmorjes një pëlqimi për një kredi, nuk po mund me fillu një projekt tek jo veç për Prishtinën, ai projekt, por për krejt Kosovën. Po, dhe nëse flasim shkëlqim në përgjithësi, shumica projekteve të komunave, kryetar kur i përmendin, kryesisht përmendin procedurat e prokurimit, përmendin pastaj edhe këto sfida tjera edhe me nivelin qendror, tërheqja mjeteve tjera. Pse ndodh kjo mungesa ose problemi në vazhdimsi ndër vite i mos realizimit të projekteve me kohë dhe pastaj shohim që gjithë kryetarët e komunave, komunat organizohen që në fund mandatit i përfundojnë të gjitha këto projektet e mos realizuara gjatë mandatit plot. Ku është problemi kryesor me realizimin e projekteve dhe premtimeve të dhëna? Tash, në këtë mandat mund të themi që janë 3 elemente të rëndësishme të cilët i kanë pengu komunat në realizimin e projekteve. Problemet buxhetore, për cilave pa fojnë e komunave janë përmbaru dhunshëm buxheti i investimeve kapitale që ka bo komunat mos me mujt mi fillu apo mi realizu projektet e planifikume. Pjesa tjetër ka qenë është edhe keq menaxhimi, keq planifikimi buxhetor nga ana e komunave, sepse jo për gjitha projektet ata nuk janë të vetëdijshëm që mund me pas probleme të lashë të ndryshme në implementim dhe realizimin e tyre. Dhe kur e ke fjalën për keq menaxhimin, e ke fjalën për bartjen e mjeteve nga njëri projekt në tjetrin apo se? Keq menaxhimi, keq planifikimi ynë të ajo për shkak se komunat jo rrallë herë krijojnë vija buxhetore të atilla që janë shumë të përgjithshme dhe është problem mu realizu, ose krijojnë vija buxhetore të atilla, për shembull, që vendosin një projekt që kushton 2 milion euro në total, ata vendosin një shumë 10.000 euro dhe dihet që ai projekt në asnjë formë nuk ka mundësi mu realizu. Edhe pjesa e tretë është stabiliteti politik, po besoj pikërisht në kryeqytet, ndoshta kryeqendrën kryesore, që barra tash do t'i bie kryetarit komunës Përparim Rama, cila komuna e Prishtinës tash e një kohë gjatë nuk ka stabilitet politik, kam pas të lashe buxhetin, miratimin e buxhetit, edhe sot komuna e Prishtinës nuk ka buxhet të vitit 2025, sigurisht pastaj kur nuk ka stabilitet politik, ka edhe reflektim apo revoltim të partive tjera cilat ke bashkëpunu ose pritën me bashkëpunu dhe të kryojnë të lashe pengesa në miratimin e politikës. Dhe ky bashkëpunim, mos bashkëpunimi mes nivelit qendror dhe lokal, a konsideroni si të qëllimshëm me qëllim dëmtimin e kryetarëve të komunave të caktuara apo përse ndodh? Në vazhdimsi e shohim, por ka qenë në mandatën e qeverisë Kurti më i theksuar, apo jo? Shiko, në vazhdimsi ka orientime apo favorizime të qeverisë apo ministrave përkatës të partive të cilët u takojnë. Mirë, po bllokimi total i kryetarëve të komunave ka ndodhur vetëm këtë qeveri. Kjo është e papranueshme për shkak se kryetarët e komunave janë anku që nuk kanë derën e hapur në qeveri, që nuk kanë ndodhur më herët. Më herët, edhe nëse nuk i kanë mbështetur financiarisht, s'poku janë taku, kanë bashkëpunu, kanë diskutu sfidat me cilat ballafaqohen. Dhe kryekpot është, domethënë, problem politik. Është qëllim dashës politik. Po, është problem politik edhe këtë çështje, sidomos të kontratës kolektive, marrjen e mjeteve dhe humbjen e miliona euro të komunave nga ana. Për shkak se disa herë është përmendur nga kryetarët që mund gjendet një zgjidhje nga ndarjet mjeteve nga ana e qeverisë, por që asnjëherë nuk është marrë parasysh. Absolutisht. Thash edhe në fillim, përmbarimi i dhunshëm i buxheteve të komunave nga investimet kapitale po bëhet pa fajin e komunave. Thash edhe në fillim edhe gjithmonë do ta them. Është pa fajin e komunave se dha ajo ka qenë një marrëveshje politike pa konsultim dhe pa pëlqimin e komunave, e cila është bën në barë apo në kurriz të buxheteve të komunave, cilat sot ata po i bartin pasojat, e pasojat kryesore po i bartin qytetarët. Pasojat kryesore po i bartin edhe vetë ata përmbarues, le të themi, arsimtarët, punëtorë shëndetësor, kushdo, po i bartin për shkak mos realizimit të. Po, dhe shkëlqim nëse flasim për zgjedhjet lokale, kësaj radhe do të ketë zgjedhje lokale gjithashtu edhe në 4 komunat veriore, apo do të shohim një testim sidomos të demokracisë në këto komuna dhe apret që mund të ketë një rikthim të listës serbe dhe pasaj një situatë përsëri ndryshe rikthim të atyre skenarëve kur ishte lista serbe në krye të këtyre komunave?
Tash, lista sërbe ka provu një malverzim politik. E ka po që kushtetuta e Republikës Kosovës, legislacioni pozitiv në Republikën e Kosovës, nuk është në favorin e veprimeve tyne keqdashëse politike. Sot ata komuna udhëheqën prej kryetarëve të ligjshëm dhe kanë organet e tyre komunale dhe ata besoj që kanë mi tirë mendjes tyne dhe kanë me morë pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Po, dhe krejt në fund e kemi parë një iniciativë të Ministrisë së Pushtetit Lokal, krejt në fund të mandatit, ka formuar një bord i cili do të kryesoj me anëtarë të komunës Veriore të Mitrovicës edhe komunës Jugore të Mitrovicës, që duket se është në një formë të bashkëpunimit e cila ishte parapare edhe në pakonat i Sarit. E se mund të funksionoj kjo formë e tillë dhe ky bord i tillë dhe pastaj çka mund të ndryshohet kjo pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale, çka mund ndodh? Tash, bordi i përbashkët i dy komunave, apo i Mitrovicës i ndarë në dy komuna, është i parapon me ligjin për kufit administrativ komunal. Në radhë parë, duhet me pas parasysh se ai bord, kur është parapash një bord e cili afirmon bashkëpunimin e dy komunave me dy qeverisjet komuniteteve të ndryshme, qeverisjen në komunitetit shqiptar të Mitrovica e Jugut dhe komunitetit sërb të Mitrovica e Veriut. Kështu është parapat, nëse është edhe frymën e Pakosat i Sarit, ndërsa tash e kanë bo atë bord me marrëveshje dy kryetarë të komunave që janë të dytë nga radhët e komunitetit shqiptar. Megjithatë, duhet me pas parasysh, Ministria e Pushtetit Lokal, Ministri Krasniqi. Pra, thua që nuk ka përfaqësim ashtu si është parapara? Nuk është në frymën e ligjit. Nuk është në frymën e ligjit se përfaqësimi nuk është i përcaktuar me ligj. Po fryma e ligjit ka determinu afirmimin e bashkëpunimit mes dy komunave me komunitete të ndryshme. Megjithatë, ligji për kufit administrativ komunal do duhet ndryshohet. Fillohet ndryshimi i tij sepse vet ligji e parashet që 5 vjet pas regjistrimit popullsisë, e kam fjalën për regjistrimin e popullsisë në vitin 2011, ai ligj do duhet të rishikohej dhe të plotësohen, ndryshohen mbas rrethonave të reja. Pra thua që minimum këtu ka 2 shkelje deri më tani që i ke evidentuar me themelimin e këtij bordi, apo çfarë? S'mund të them që janë shkelje, mirë po nuk janë përputhje me frymën e legjislacionit për kufit administrativ komunal, se thash, ligji për kufit administrativ komunal, ligji për veçeverisje lokale, ligji për zgjedhje lokale, janë pjesë e legjislacionit vital. Janë pjesë përbërëse e Pakosat i Sarit. Dim që Pakosat i Sarit pjesën më të madhe të saj e ka rregullimin dhe funksionimin e qeverisjes lokale, pra është një kompromis i kryesor që na e kemë bërë për pavarësinë e Republikës Kosovës dhe është parapa, pra që në një kohë caktuar ky legjislacion mu rishiku dhe mu plotësu, mu ndryshu. A është si shumë të nevojshme se pikërisht në fund mandatit tani të formojë një bord i tillë? Nuk besoj që ka me pas efekt. Nuk besoj që ka me pas në efekt të madh në ato dy komuna. Megjithatë që do të ketë një bashkëpunim, kryesisht për realizimin e projekteve, do të ishte më i lehtë realizimi. Qëllimi i këtij bordi është bashkëpunimi për realizimin e projekteve të përbashkëta, për shkak se e dim që komuna e Mitrovicës Veriut ka përbërje territoriale shumë të vogël në krahasim me komunën e Mitrovicës Jugut dhe ka qenë pjesë përbërëse, pra është shkëput prej komunës Mitrovicës Jugut dhe është i domosdoshëm bashkëpunimi në realizimin e projekteve, sidomos infrastrukturore dhe shërbimeve publike. Atëherë shkëlqem, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Lutem, faleminderit juve. Faleminderit. Dhe në vazhdim do shohim bllokun e lajmeve të botës dhe rikthehemi pastaj